Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin e datës 15, data 15 qershor 2026. Një ditë të mbar, javë të mbar ju uroj dhe ka për të qenë se s'pan, sepse kemi një ndikim planetar shumë të rëndësishëm, të fuqishëm dhe jo vetëm. Kemi ndikimin e hënës së re në shenjën e binjakëve, në një shenjë ku rregullon, starton, ndryshon shumë gjëra në përditshmërinë tonë. Është një ndikim shumë i mirë sepse lidhet shumë me nisma të reja, lidhet shumë me punë të reja, lidhet shumë me gjëra mjaft pozitive. Sidomos shenjat që ndikohen, shenjat ndryshueshme që lidhen dhe jo vetëm në krahun tjetër kanë mundësinë e një pune të re, siç janë binjakët, siç janë shijetarët, virgjëresha dhe peshqit, ku është një nga ndikimet më të mëdha dhe tepër pozitive. Prandaj është koha më e mirë e mundshme nëse duam të nisim diçka dhe jo vetëm se ka një ndikim shumë të mirë mbi anën e financave, për lidhje se përket çështës së financave, jeni në kohën e duhur, jeni në momentin e duhur për bërë zgjedhjen e duhur në çdo drejtim të jetës suaj. Prandaj bini pas, mos e lini pas dorë sepse kjo periudhë na ndihmon jashtëmase për të nisur gjëra të reja dhe për të mbyllur një herë mirë një kapitull mjaft të vështirë të shkuarës, ku çdo gjë shifet në lup, çdo gjë arrihet ajo çka doni të bëni. Por çështjet shpirtërore, lidhjet afatgjatë që kanë të bëjnë në lidhje me jeni ndarë për shembull dhe doni të bashkoheni, jeni në kohën e dur. Keni pasur një njohje për ta kryer lidhje serioze, erdhi momenti. Prandaj shfrytëzoni këto gjëra sepse ka për t'ja vlejtur. Por para se të fillojmë parashikimin e 12 shenjave zodiakale, çfarë na pret për këtë ditë të hënë, të fillim javës, unë ju rikujtoj edhe një herë, për ju që interesoni për parashikimet të detajura, atë duke klikuar në www.astrologo.al, faqja roz shkon atje. Atje ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar për gjithçka juve dëshironi. Duke dërguar një email tek sekretaria dhe atëherë mund të flasim pastaj nëpërmjet WhatsAppit apo Viberit. Por ju që doni që në kohën që ne jemi drejt për së drejti me juve, e doni të dërgoni mesazh, atëherë kemi këtë butonin këtu. E klikoni, e shikoni dhe më pas jeni gati për të dërguar mesazhin dhe për të marrë drejt për së drejti përgjigjen. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e dashit. Çfarë ndodh me shenjën e dashit? Dashi duket se tani për tani ka nisur një rrugtim dhe një ndryshim shumë të madh në fushën e punës, sepse ka një gjë që është shumë e rëndësishme, ajo do thotë ekonomia, do thotë vazhdimësia, edhe pse me vështirësi që keni pasur juve të kësaj shenje, por duket se kjo periudhë është për juve dhe ju takon juve, si në fushën e dashurisë, si në fushën e ekonomisë, por edhe një udhëtim që do të mbyllni një çështje të lënë pezull dikur dhe vjen një moment tani, është një nga momentet më të mira dhe më pozitive. Prandaj bini pas, sepse në kohën tuaj keni dhe momentin për gjërat që dëshironi të bëni. Në çështjet e dashurisë, duket se lidhjet afatgjatë që kanë bëjnë janë me peshore të dhjetëliqit të parë, por pse jo dhe me bricat të dhjetëliqit të dytë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e demit. Për sa i përket shenjës së demit, meqenëse se demi ka disa mundësi tani që të zgjidhë një problem të pazgjidhshëm, mund të pas probleme në të kaluarën, por kjo nuk e ndalon që të nisin dhe diçka tjetër për arsye të tyre, të punës së tyre, të karrierës, të vendimeve, sidomos kjo është edhe koha xhanën, sepse keni edhe mundësira tjera për të rregulluar juve, sepse keni edhe një takim që bëni sot në orën 9 deri në orën 11, në orën 13 deri në orën 16, demi ka shumë mundësira për zgjidhur problematika të ndryshme dhe jo vetëm. Por në dashuri duket se ka ardhur momenti dhe koha që juve t'i zgjidhni, sidomos me akrep të dhjetëliqit parë dhe me ujor të dhjetëliqit të dytë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e binjakëve. Për sa i përket shenjës së binjakëve, duket se kjo periudhë është një nga periudhat që ndikojnë, rrezatojnë dhe mundësitë të tjera që do të vinë. Në lidhje me punën, juve të shenjës së binjakëve, edhe pse keni pasur disa probleme,
kemi pasur probleme të mbartura prej kohësh, por ky është një moment i duhur, ky është një moment shumë i mirë i stabilizimit ekonomik dhe këtë javë mund të shquhet i fillimi i kësaj dite dhe java në vazhdim për juve të shenjës së binjakëve e keni mundësinë sepse ndodh tek juve, ndodh një shenjë ajri, ku keni mundësinë që të përfitojnë edhe shenjat e zjarrit, por dhe shenjat e ajrit, sepse mundësitë janë mjaft të mira lidhesh edhe të tokës, sepse kur lidhet me binjak shigjetar ose virgjëresh dhe me shenjat e ujit që peshëve, kanë atë kuptim, kanë jetën dhe mundësinë e artë për vazhdimsinë. Prandaj bini pas, mos e lini pas dore. Çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me peshk dhe me virgjëresh është idealja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e gaforeve. Meqense gaforet tani për tani duket se e kanë një mundësi të artë për zgjidhje të problematikave dhe të gjërave të mëdha që do të keni, është një mundësi shumë e mirë tani edhe pse me probleme, edhe pse keni pasur gjëra të lëna pezull dikur, tani edhe momenti për gaforet guvernatori juaj që ndikohet shumë në një shenjë ajri, kur vjen dhe mundësia tani për të nisur diçka mjaft pozitive dhe tepër ideale në vazhdimsi. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dëmtë të dyqit parë, me ujorët e dyqit tret, është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë luani. Për luanët duket se tani për tani është momenti, është e koha e duhur për të zgjidhur çështje problematike, për të zgjidhur gjëra që ju keni pasur nga më të ndryshme, nga më të vështira, do thosha unë, por është momenti tani sepse kjo periudhë është e juaja, kjo periudhë ju takon juve për të bërë zgjedhjen e duhur dhe mundësi të arta, sepse fillimi i javës ka të bëjë shumë, sepse gjithmonë një nga momentet dhe mundësitë më të arta që do të keni është koha juaj dhe momenti e keni tani, sepse luanët gjithmonë ndikojnë, ndryshojnë dhe japin mundësinë dhe verdiktin kryesor për jetën dhe vazhdimsinë. Çështja shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me ujor është idealja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë virgjëresha. Për virgjëresha duket se tani për tani nuk mund të themi që ka një problem shqetësues ose ka diçka që nuk shkon. Unë do thosha që tani është koha dhe momenti për bërë zgjedhjen e duhur në ekonomi, për bërë zgjedhjen e duhur në punë, në karrierë. Në karrierë sidomos, sepse karriera ka të bëjë shumë edhe me takime, edhe me bisedime sidomos është diçka shumë e mirë, por meqense mundësitë janë të mëdha tani për tani, ka të bëjë dhe me një takim mjaft të rëndësishëm, një takim që tani për tani është momenti, do thosha mbase është dhe koha juaj, sepse nëse lidhet me ndikimin e madh që ka të bëjnë virgjëresh peshk, virgjëresh shigjetar, virgjëresh binjak dhe në bashkëpunim të lidhje me punën, është një moment shumë i mirë dhe tepër i artë. Prandaj bini pas, mos e lini pas dore. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshores. Për peshorët duket se tani për tani jeni në kohën e duhur, jeni në kohën e stabilizimit ekonomik financiar, jeni në kohën e dëshirave të mëdha për të realizuar, stabilizuar, konkretizuar punën tuaj dhe për të ecur përpara, sepse keni pasur disa vonesa, nëse do ta marrim kështu, por një takim i rastësishëm mund të bëhet nga dreka dhe keni mundësinë për zgjidhur një çështje problematike. Në çështje shpirtërore e përgjithshme duket e mbar dhe pse jo me gaforet edhe dyqit parë. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e akrebëve. Me akrebët tani për tani, nëse flasim sot për sot, sepse do të keni parasysh që deri në fund të muajit kemi një herë të re dhe një herë të plotë, kemi thënë, por para se të vi hëna e plot, keni pikërisht 14 ditë në dispozicion juve të shenjës së ujit, siç jeni ju shenja e akrepit, ku keni disa mundësi të mira dhe pozitive për zgjidhur një problem të mbartur para disa kohëve. Dhe kjo do thotë çështje ligjore ku gjërat janë mjaft pozitive, sepse do thotë pushim çështje, e do thotë dhe gjëra që do të stabilizohen dhe rregullohen tani e tutje. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me peshore dhe me luan është idealja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e shigjetarëve. Për sa përket shigjetarëve, shigjetarët tani për tani
nuk e kanë se kanë një problem ose kanë diçka, do mbyllin çështjet së shkuarës, por shqiptarët janë futen në klubin e përfituesve për këtë ditë, sepse ka të bëjnë shumë ndodh hëna e re në shenjën e binjakëve, ku binjakët ju i keni përballë dhe juve përfitoni si shenja dhe është një mundësi shumë e mirë tani për arsye të punës, për arsye të karrierës, për arsye të ndryshimit madh që po vjen, dhe pse jo, e keni dhe mundësinë juve të kësaj shenje dhe është momenti juaj i duhur për sa i përket asaj çka kërkohet në ekonomi, çka kërkohet në stabilizime dhe në çështjet e punëve të tjera që do të mbyllen tani tutje, ku është një moment mjaft i mirë dhe tepër pozitiv në vazhdimsi. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me virgjëresht dhe dishit parë, me dashtë dhe dishit të tretë që është perfektja, por një kujdes të veçantë do të bëjmë me binjakët dhe dishit të dytë, sepse koha tregon që juve jeni me fat në këtë aspekt dhe keni dhe mundësinë për të bërë zgjedhjen e duhur në këtë aspekt. Nuk ka vend këtu që të shqetësohen ose gjëra që mund të ndikoheni në anën tjetër, por unë them me bindje plot që është diçka mjaft pozitive dhe shumë ndikuese në anën tuaj. Prandaj bini pas, mos e lini pas dore. Në dashuri mund të themi që me peshk dhe me luan është diçka shumë pozitive. Me luan sidomos duket se koha tregon që jeni me shumë fat. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e briqapëve. Për briqapët duket se kjo periudhë është një nga periudhat që japin ndikim, japin rrezatim. Pse jo? I keni dhe mundësit, keni guvernatorin e ndikimit madh, sepse jeni përballë gafores, kur hëna e re në ditën e sotme, bëni pashimi bëhet ditë para, po bëhet fjalë për datën 15 të ditës së hënë. Kjo është një ndikim shumë i mirë dhe tepër pozitiv, sepse mundësit, koha dhe ndryshimet e mëdha që do të vinë tani tutje, nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar, sepse shumë gjëra do ndryshojnë, shumë gjëra do arrihen në lidhje me punën, në lidhje me takimet, në lidhje me bisedime sidomos që do bëni gjatë gjithë ditës, ju e keni dhe si mundësi, dhe kjo ju jepet edhe si moment, sepse momentet janë mjaft të mira dhe ndryshime që do të keni tani tutje. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me peshorët e dishit parë, me binjakët e dishit tretë që është perfektja, por një ndikim shumë i madh dhe pozitiv në anën tuaj, do të thotë me virgjëresh dhe me gafore. Me gafore sidomos është koha juaj, është një nga momentet më të arta dhe më pozitive të qenë ndonjëherë, dhe kjo është një periudhë që do të thotë ndryshim, do të thotë vazhdimsi dhe jo vetëm. Prandaj bini pas, mos e lini pas dore, sepse keni të gjitha mundësitë. Çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me virgjëresh dhe me binjak është ideale. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e ujorit. Për ujorët në fakt tani për tani kanë disa mundësi, është kjo periudhë tani për tani, është kjo periudhë mjaft e mirë, sepse është stabilizuese, është korrekte nga ana juaj, edhe pse mund të jetë e vështirë në plan parë, por është shumë e mirë për të nisur diçka të re, dhe këtu e keni mundësinë dhe mund t'i arrisni qëllimin tuaj, sepse ujorët duket se kanë mundësinë dhe kohën e mundur për të bërë një zgjidhje për një problem që kanë pasur para disa kohëve. Vjen një moment tani që juve keni kohën tuaj për zgjidhur çështje problematike, sidomos në çështje shpirtërore, që keni pasur me akrepin ose me binjakët, por kjo është për të parë, sepse ju nuk është do ngeleni ose do keni probleme në fushën e dashurisë, por të ekonomisë, edhe pse jeni në pritje për marrjen e një kredie, që kjo kredi mund të mbyllni çështjet të mbartura në kohë, do thosh unë, do të bëni me mbërjen e një blerje, që do bëni tani tutje ju, një mundësi shumë e mirë vjen për arsye të punës suaj, për arsye të karrierës, sidomos është momenti juaj. Një moment i artë, do thosha, edhe keni mundësinë për të zgjidhur të gjitha gjërat që dëshironi. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me bashkim familjar ose diçka tjetër, është me akrep të 10 dishit parë, por dhe me gafore të 10 dishit të tretë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshqeve. Me peshqet në fakt kanë ndikimin më të mirë, sepse janë përballë virgjëreshës, kur janë përballë virgjëreshës do thotë kanë një përfitim shumë të mirë, sepse hëna e re ndihmon në këto shenja, siç e tham në fillim që janë binjakët, shigjetarët, virgjëresha dhe peshqit, por dhe juve të 30 dishit keni mundësinë për të bërë një udhëtim shumë të rëndësishëm në fushën e punës suaj dhe të karrierës, lidhje me ekonominë keni juve mjaft pozitive, nuk është ideal, ja.
e do keni të gjithë mundësi dhe kohën tuaj për të bërë zgjedhjen e duhur. Çështjet shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me gafore dhe me shigjetar është perfektja, edhe pse me pak vështirësi, por do t'ja dini dhe është koha juaj. Këto ishin pak a shumë për sa përket pikërisht datës 15 qershor të 2026. Për ju që interesoni parashikimet të detajura, astrologu.al faqja roz, dhe atje mund të dërgoni një email tek sekretaria dhe më pas flasim bashkë në Viber apo në WhatsApp për më tutje për parashikimet se si funksionojnë në privat. Nga unë Rupulla, më të mirë një uroj. Gjithë mirat.